Sa kemi kontribu, do të thotë jemi mundu në maksimum me kontribu. Qysh? Unë si non, do të thotë në atë kohë nuk kam qenë në punë, do të thotë pëthuj se 100% kohë se kam pas për uranin. Edhe thjesht aq sa kom ditë, edhe aq sa kom pas një uri, mas ja fillu me bashkëpunu me psikologën, e kemi pas pak ma letë se jemi mundu tamam ato këshilla që ajo na i ka dhonjeve si prend, do të thotë me ju përmbajt vazhdimisht edhe në shtëpi. Kemi pas për shembull ndoshta 2 orë, 3 orë që ato rekomandime i kemi vazhdu edhe në shtëpi. Por asnjëherë mund të them vetme që uranin nuk e kemi lënë vetë. Do të thotë prej atij momenti që urani ka filluar me u trajtu, nuk është që do të thotë e kemi lënë pa vëmendje. Flas për uranin, po besoj që edhe shumica e fëmijëve tjerë me autizëm, nëse nuk i mja kushtu kohën e mjaftueshme sa ai ka nevojë, do të thotë heshtin, zemrohen, ajo fjala kur themi që po shkon me një kënd të shtëpisë ose me një kënd të dhomës, do të thotë ai po e ndjen një pakënaqësi, po ta shfaq një pakënaqësi që thjesht nuk je t'u ja dhon ato mjaftueshëm çfarë po kërkon. Spakuan me këto do të thotë sjellje kam kuptu që çfarë po kërkon urani. Edhe ja keni ofru? Pikrisht. Për shembull e kemi pas rast kur ka mungu për shembull prindi i uranit, kur ka qenë punë, ka shku në dhomë, ka marrë bluzën e babës vet, e ka vesh, ma ka sjell mua dhe do të thotë veshma. Se ka qenë atëherë ndoshta 1 vjet ose 1 vjet e gjysmë që do të thotë veç me sjellje i kërkesat i ka pas. Mas ne ka pas se familja burit jetoj në Itali, do të thotë kanë ardhur gjatë pushimeve, pastaj kur kanë shku, zakonisht në ditën kur është zgju, se edhe nuk e ka taku gjyshin, është ulë te vendi i gjyshit, edhe ka qëndru shumë i mërzitur. Do të thotë është pa fytyra e tij, edhe thjesht ne kemi kuptuar që kjo është arsyeja, do të thotë pse ky ka shku, thjesht pse i ka mungu. Ka shku është ullë në vendin e tij, edhe thjesht e ke pa cimrimin, ka pas raste për shembull që e ka vendosur edhe kapelen e tij, thjesht me të tregu që këto janë ndjenjat e mia. Do të thotë tu e përcjell në maksimum, do të thotë ne sadopak jemi mundu mas ne këto, na si prend ose kushdo që ka qenë afër ti, jemi mundu që me fjalë me ja shfaq. Po të mungon gjyshi, pse je shumë i shqetësuar, ose thjesht më varet çfarë ka qenë situata. Keni verbalizu situatat. Çdo herë do të thotë jemi mundu në maksimum me qenë komunikativ me uranin. Një specifik tjetër për shembull është edhe teknologjia.